Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka njoftuar se ka nisur vaksinimi ndaj virusit të papilomës njerëzore edhe për djemtë të moshës 13 vjeç, pjesë e kalendarit kombëtar të vaksinimit. Vaksina kundër virusit të papilomës njerëzore mbron vajzat dhe gratë nga kanceri i qafës së mitrës, tek mishkujt ndihmon në parandalimin e disa llojeve të kancerëve të lidhura me HPV, si dhe ndikon në uljen e qarkullimit të përhapjes së virusit në popullat. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale tha se vaksinimi është i sigurt, efektiv dhe një hap i rëndësishëm në uljen e riskut për kancer tek brezi i ri. HPV-ja është virusi i papilomës njerëzore, përgjegjës për kancerin në qafën e mitrës, i pari tumor i njohur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si tumor të rëndësishëm për ardhje nga një infeksion. Infeksioni nga virusi i papilomës njerëzore është më i përhapuri në infeksionet nëpërmjet transmetimit seksual. Në përgjithësi, partnerët nuk paraqesin shenja të dukshme të infeksionit, edhe pse janë grata transmetojnë atë. Pjesa më e madhe e infeksioneve shërohet në mënyrë spontane pa pasoja. Vetëm një pakicë e infeksioneve bëhet kronike dhe është pikërisht në këto situata që virusi në zhvillim edhe brenda pak viteve mund të çojë në plagët ose çarjet parakanceroze.